Të nderuar shikues të Star Plus, zonja zotëri, mirë se erdhët në emisionin ton të përjavshëm Tonight. Sot është dita 3 e festës së Fitër Bajramit, një festë që kurorëzon një muaj Ramazan. Për të diskutuar pikërisht mbi, ne kemi quajtur mesazhet e Bajramit, në fakt për 2025-ën, kam kënaqësinë të kem në studio muftin e Shkodrës, Imam Muhamet Sytari. I nderuar zoti Sytari, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Tonight. Shumë faleminderit për ftesën, edhe me zemër të mirë fitur Bajramin, edhe në fakt më kishte mungu ky lloj komunikimi, se u bë kohë, por tashma me mbylljen e muajit të Ramazanit edhe në këtë atmosferë të begat, më duket si që është një jamitor në këtë atmosferë të mrekullueshme. Në fakt, në vend pyetjes parë, stafi Tonight edhe i Star Plus do të donte t'ju uronte ju dhe komunitetin normalisht që përfaqësoni për shumë vjet festën e Fitër Bajramit, dhe normalisht është është vështirë të ndash Fitër Bajramin prej muajit Ramazanit, sepse në fundit është, mund të them, kurorëzimi i një muaji sakrifice. Në fakt duhet që këto urime edhe këto falënderime edhe mirënjohje t'i shprehim në mënyrë reciproke. Ju ndrejtoheni në emër të stafit edhe televizionit, edhe unë në emër të muftinisë duhet të falenderoj mediat tona në përgjithësi, edhe ju në veçanti, pra Star Plusin, edhe ju si gazetar, për një shpirt të mrekullueshëm të bashkëpunimit, edhe të mirëkuptimit që muftinia me mediat edhe me Star Plusin ka ndër vite, thuaj që nga momenti i parë i krijimit të kësaj media, edhe është shumë e rëndësishme që kjo frymë edhe ky shpirt me u dëshmu her pas here, sepse në fakt i shërben të mirës së komunitetit, të mirës së qytetit tonë. E në lidhe me Fitër Bajramin edhe lidhen e tij me muajin e madhënueshëm të Ramazanit, po një gjoja para 2 netësh, një prej imamëve dhe hoxhallarëve e thjerësve islam me famë në botën islame, i cili po i përgjigje një pyetje në lidhje me faktin se pse në islam ka 2 festa, ose a ka më shumë se 2 festa në islam. Edhe i po thoshte që festat si koncept tek ne muslimanët lidhen me adhurime të mëdha, me çështje madhore. Që do të thotë se ato 2 festa të mëdha që kemi ne muslimanët, Fitër Bajrami edhe Kurban Bajrami, të cilat i ka legjitimuar pejgamberi alayhis salatu wasalam, lidhen me 2 adhurime të mrekullueshme, edhe me mesazhe të shumëllojshme. E para Fitër Bajrami, që vjen pas një adhurimi të madh, edhe një përkushtimi të jashtëzakonshëm të njerëzve. Shikon, nuk është e lehtë, edhe nuk është gati kret kollaj, që njeriu me prish rendin e kret vitit, jo për një ditë, po për një muaj. Domethënë, nga momenti i të zgjuarit në syfyr, për dishmëria me agjërimin, pra pa hangër, pa pi, se kjo ndikon atë komunikimi, edhe të mënyra se si komunikojmë me njerëzit, është i privuar nga shumë çka që gjatë gjithë vitit njeriu e ka bërë në mënyrë të zakonshme, pastaj nata e Ramazanit, që është namazi teravis, thuj përpara iftari në familje, iftari me grupe shoqënore, shpirti që përcjell ky adhurim në vetvete, pra iftari, po them vetëm, në komunitet, se si afron njerëzit, se si i ngro zemrat e tyre, se si e zgjon dhe e kultivon shpirtin e bujarisë, edhe solidaritetit, edhe me njerëzit në nevojë. Thuj pastaj nata e Ramazanit me namazin e teravis, dhe më thënë, ti shkon në xhami çdo natë për të falë namazin e yacis, të merr 10 minuta, një çerek orët, një gjysmë orët. Mirë, po kur shkon në netët e Ramazanit, ato nuk janë më, dhe më thënë, disa rekate të vogla, po janë 20 rekate vetëm namazi i teravis. Sa do shkurt me kënu imami dhe sa do të lehta dhe të, dhe më thënë, mesatare që t'jenë ato kënime, ajo e merr një kohë, ndoshta një orë, ma pak ma shumë. Dhe njeriut i ndryshon krejt balanca e marrëdhënieve me kohën, me mënyrën e perceptimit të lëvizjes së tij gjatë përditshmërisë, me kohën edhe me njerëzit. E si të thush, është një adhurim shumë i madh. E pasti vjen një festë shumë e rëndësishme, ashtu sikurse agjërimi i Ramazanit është dëshmi e përkushtimit dhe adhurimit ndaj Zotit të gjithësisë, ashtu edhe përkushtimi për ta dëshmuar të nesërmen e përfundimit të agjërimit, nisjen me një kokër hurmë, apo me një amëlsin të vogël, apo me një gotë ujë, është dëshmi e përkushtimit ndaj Allahut Azza wa Jall. Dhe shiko, për gjatë gjithë muajit,
ti je mësu që dita nis me agjërim. Pra, as edhe një hurth ujë nuk mundesh me e pi ma. Me përfundimin e tij, ditën e parë të Fitr Bajramit është tradit e pejgamberit alayhi salatu wasalam që njeriu me e nis ditën, pra duke shku në xhami, duke ngrënë diçka, por me pi pak ujë, e ka thyer agjërimin, ka ma agjërim. Ndoshta ju kërkoj ndjesë që ndërpres, është edhe një prej statuteve më interesante të Kryebashkiakut të Londrës, Sadiq Khan, që kishte nxjerrë vetin në mëngjesin e Bajramit, pra pas 30 ditëve agjërim, thonë asnjëherë s'ka shiu kaq shumë kafja e parë pas Ramazanit. Po, pra se është kafe gëzimit, është kafe adhurimit, është kafe e një përkushtimi dhe një përgjigje ndaj një urdhrese të pejgamberit alayhi salatu wasalam, siç është agjërimi në të njëjtat pozita, pra përkushtim edhe përgjigje ndaj thirrjes së Allahut azza wa jall. Këtu është adhurim edhe gëzim, e këtu është adhurim edhe gëzim. Edhe nuk e di pse ma more fjalen këtu dhe bane shumë mirë, edhe na çove nga Shkodra në Londër. Në fakt, shurmendën time e kisha lanë këtë mesazh. Një personazh shumë publik. Jo, e kisha lanë këtë mesazh për pak më vonë, por mirë po gjen këtu vendin për me e thanë. Në botën e qytetërume kemi pa gjatë këtij muaji të mandueshëm të Ramazanit për kushtimin e institucioneve, edhe kryetarëve të bashkive në veçanti, për ta përcjell një frymë të shpirtit të Ramazanit me zbukurimet e ndryshme të qytetit, me përkushtimin për të përhap mesazhe optimiste gjatë ditëve të Ramazanit, me përkushtimin për të vizituar disa shtëpi të muslimanëve për të hangër iftar dikun, e pastaj edhe në ditë e Bajramit për të vizituar. Kemi pa për shembull mbretin e Britanisë së Madhe, pa shmëram kryeministrin e Kanadas, i cili shkonte për vizitë një familje muslimane dhe merrte pjesë së bashku me shoqen edhe ato familjarët aty për të përgatitur disa pako edhe të ngjashme për t'ia shpërndar njerëzve me rastin e Fitr Bajramit. Kemi pa përkushtimin e shumë personazheve edhe figurave publike me famë botnore që nuk kanë komplekse, siç i gjejmë komplekset e panevojshme, edhe gati thuj jo thjesht provinciale, por ju ndoshta mund të më thoni një fjalë edhe më pak në nivel se sa provincializmi, tek shumë prej drejtuesve të politikës edhe institucioneve tona që vujnë disa komplekse të çuditshme, pavarësisht se ne jemi një shoqëni që ka ngjyra të ndryshme, edhe pse shqiptarët janë i përkasin besimit islam në shifra edhe në përqindje shumë të larta, mirëpo tek ne dëshmohet një kompleks shumë i çuditshëm. Edhe kjo nuk ka më justifikim me thënë po ishte periudha e komunizmit. Unë mendoj se ajo çfarë erdhi pas komunizmit ishte edhe më errët, edhe më e dëmshme, edhe më shkatërrimtare në këtë kontekst, edhe në këtë aspekt se sa vetë komunizmi. Komunizmi i kishte gjëra të ndame, ishte ndalum ajo, edhe shkoje në burg, ose dënoheshe, ose syrgjynoseshe, apo ndoshta periudha mrapa, që është periudhë e lirisë, është periudhë asaj që thirret në të madhe demokraci, edhe periudhë e vlerave, edhe periudhë dëshmimit të shpirtit të diversitetit, edhe lirisë. Në fakt, nikoj çuditërisht fal mos përgatitjes së njerëzve, edhe fal mbartjes së këtyre mesazheve dhe këtyre sloganeve të mëdha misupet e disa të dalunve edhe shërbyesve të komunizmit, nikoj për keq, edhe më keq se sa komunizmi në këtë që ne po flasim. Gjithsesi, edhe pa dashme unë al fort të kjo dhe pa u bë njerëz edhe ne me komplekse, ne nuk na vlen fare tashmë kjo edhe nuk na shërben fare, edhe për ne nuk ka më asnjë lloj vlere fakti se a do zbukurohet qyteti apo jo nga institucionet tona, siç bëhet në mënyrë të egzageruar për rastin e Krishtlindjes për shembull. Është një ditë feste dhe këtu, domethënë, institucioni i bashkisë merr nga bizneset e ndryshme, shumica e cilëve janë musliman, shumë të mëdha, për të zbukuruar qytetin edhe në mënyrë ekstravagante, edhe kryesisht lagjet muslimane, si për të hyrë dhunshëm, edhe aty ku nuk duhet, me propagandën edhe atë që unë i them një përpjekje e mëndafsht, edhe propagandë e mëndafsht, por që gjithsesi tek ne kjo nuk prish ekuilibrat e asaj harmonia dhe diversiteti të pranuar paçësisht
edhe të dëshmuar ndër shekuj në mesin e shqiptarëve, për te faktit se shumica e tyre janë musliman. Në fakt, ky është shpirti i islamit dhe i muslimanëve. Tamam. Mirë po, ajo çfarë dëshmohet është e kundërta e asaj çfarë shpesh e ndëgjojmë në mesazhe dhe në komunikime edhe të këtyne, domethënë, drejtuesve të politikës, që gjithsesi janë larg, po shumë larg shpirtit real të vlerave të besimit e të harmonisë reale. Ata nuk e njohin këtë, ata nuk kanë fare lidhje me këtë. Ata janë në një botë tjetër, në një univers tjetër, që është shumë larg edhe shpeshherë bie nesh me vlerat madhore të fesë në përgjithësi. Në fakt shumë kujt i kanë bërë përshtypje, pikërisht sidomos duke qenë se ndoshta edhe lidhet edhe me fushatën elektorale ku kemi hyrë, shumë kujt i kanë bërë përshtypje, një pjesëmarrje s'mo ta quaj të egzageruar, por shumë frekuente, shumë pranishme të politikës, jo vetëm në thjesht në shtrimin e yftarëve, që është bërë, pra vazhdon një lloj traditet, por sidomos në mesazhet që japin në profilet e tyre në rrjetet sociale. Gjen pothuajse ke gjetur çdo ditë hadithet profetit, ajete kuranore, ndonjëherë madje jo pak raste edhe prej tyre që kanë marrë pjesë në ceremoni në kuptimin namazet, pra në falje, në teravi. Mendoni që unë them që gjithsesi Allahu ja pranoft edhe i udhëzoft që pas Ramazanit ato mesazhe që i kanë shpërndarë me shumë pathos edhe me shumë zell gjatë ditëve të Ramazanit, ato mesazhe ti praktikojnë në jetën e tyre të përditshme, se në finale ato mesazhe janë për me u praktiku, për me u dëshmu, jo me u zbukuru muret e rrjeteve sociale me nurin e tyre. Ka një rregull të artë tek ne në Islam, që thotë veprat llogariten sipas njëteve. Edhe njëtet janë sirr mes njeriut edhe Zotit e tij. Për kushdo që troket nderën e Zotit me sinqeritet, Allahu e pranoft. E kush bën të kundërtën, Zoti sheh edhe ndëgjon. Edhe njerëzit duhet që jetën e tyre me fetarizmin e shëndosht, me jetu paqshëm, edhe mos me uniku nga thirrjet e sforcume apo dëshmitë e sforcume, që gjithsesi njerëzit i dinë edhe i kuptojnë. Sado të lodhën nga agjërimi i ditës të jenë, mendin e kanë më të freskët edhe më të shëndosh se sa kushdo, edhe se sa në asnjë moment tjetër të ditëve të vitit. Në fakt, një prej postimeve tuaja në kanalin tuaj në YouTube që më ka bërë përshtypje ka qenë pikërisht një lloj përcaktimi ose një lloj komenti për jo muslimanët të cilët kanë agjëruar. E them, ju përmendi për disa personazhe ose keni parasysh disa njerëz që nuk i takojnë pra territorit tonë. Megjithatë, besoj që shumë kush prej nesh në realitetet tona të përditshme ka jo pak raste të tilla. I dashton, ne jetojmë në Shkodër, edhe Shkodra është një qytet i përzier musliman dhe jo vetëm. Dhe nuk ka nevojë me shku askund për te Shkodrës. Domethënë, ndër vite, ndër dekada, ndoshta që në vitet e para të rihapjes së besimit, unë di dhe njoh prej komshive të mi, prej njerëzve që jetojmë me ta bashkarisht në këtë qytet, që nuk janë musliman, por që gjithmonë na kanë pyetur se kur është nata e Kadrit, për shembull. Se kanë dashur me elinuate. Ose kanë pyetur kur fillan Ramazani, se dojnë për me agjëru sikurse ne, ose dita e fundit, apo diçka kështu, apo 10 net të fundit e kështu me radhë. Ka prej tyre që thonë kur janë net të fundit se nata e Kadrit se kanë pas dëshirë me arën xhami, dikush ka thënë a mund të vjedhur me ulut, patjetër. Patjetër. Xhamit janë shtëpia e Allahut. Dhe në shtëpinë e Allahut nuk vjen askush pa lejen e tij. Askush mos mendojnë se po unë shkoj në xhami se unë jam muslimane, unë jam. Jo, ti shkon se je i ftuar për të hyrë. Nëse Allah Azza wa Jall të ka ndaluar për me hy, ti nuk mundesh me hy aty. Dhe nëse Allah Azza wa Jall të ka ftuar për me hy, tanë bota me u qun kam për me të frenu për me hy, ti do të hysh aty, se i Zoti shtëpisë të don ty aty. E para. E dyta, sikurse më përcjell edhe mesazhin e këtij muaji të mallnueshëm të Ramazanit arshipeshkvi i ri i Shkodrës, të cilin patjetër që e falenderoj përzemërsisht. Ai më thotë në të tjera në atë mesazhin e urimit se Ramazani si vjetshëm përkon edhe me kreshmet tona. Që do thotë se agjërimi në vetvete nuk është një adhurim i muslimanëve dhe ekskluziv vetëm për ne, që ka ardhur dhe po është njoft me ardhin e Hazreti Muhamedit alayhis salam. Edhe Hazreti Isa alayhis salam ka agjëru.
Edhe Hazreti Musa a.s. ka agjëru. Dhe me thanë, në të gjitha legjislacionet e ma përparshme, është njoftë agjërimi. Këtë e potencon edhe Kurani famlartë, kur në drejtohet që o ju të cilët keni besu, ju është dha obligim agjërimi i Ramazanit, si ku agjërimi në klapa i Ramazanit, si kur se ishte obligim edhe për popujt e ma përparshëm. La'allakum tattaqun, që ju të jeni të devotshëm, të përkushtuar. E që të thosh, ai si adhurim njihet tek të gjithë, pastaj forma se si e realizojmë atë, ajo është një çështje tjetër. Dhe nuk ka pse të debatohet tash edhe nuk ka pse të hymë në këtë. Por njihet ai. Dhe patjetër që edhe në Shkodër, edhe përtej Shkodrës ka pas plot njerëz jo musliman që kanë agjëru, qoftë një ditë prej ditëve të Ramazanit. Dhe dikush më pyet, a lejohet që ata të agjërojnë? Unë isha në Bern në javën e parë të Ramazanit, gati jashtë vullnetit tim, por e falenderova Zotin për atë mundësi që më dha dhe kënaqësinë që e përjetova në disa prej vizitave të xhamive të shumta që kanë shqiptarët në Zvicër. Edhe pasi përfundum namazin e Teravis, edhe po qëndronim në një prej ambienteve duke konsumuar një kafe, çaj dhe duke komunikuar me ato vëllezërit, e pyetje përgjigje kështu. Dikush më tha se në realitetet tona shqiptare, tashmë edhe këtu ku jemi, ka shumë jo musliman që vinë edhe interesohen edhe kërkojnë që të agjërojnë. A lejohet kjo? I thash, ka dy gjana. Ne jemi thirrës islam. Unë nuk jam jurist islam. Unë jam thirrës islam. Juristi të thotë lejohet, nuk lejohet. Aspektin juridik islam. Banë s'ban. Kjo është halal, kjo është haram. I lejohet këtij, si lejohet atij. Unë nuk jam këtu. Unë jam thirrës islam. Në shkollën e thirrjes islame ka vend për të gjithë. Dhe kushdo që troket në derën e Zotit, ne nuk ja mbyllim atë derë. As nuk e paragjykojmë si kush është. As nuk e pyesim për kartën e identitetit. Ai që vjen, është i mirëpritur, sepse ne e dimë se kush vjen, nuk vjen me aftësinë tonë, as me mundin tonë, vjen me ftesën e Krijuesit të gjithësisë, e para. E dyta, unë po i thoja që kushdo që agjeron, në fakt e ka marrëdhënien e tij me Zotin e tij, nuk e ka as me mua as me ju. Zoti thotë, që na mëson pejgamberi alayhis salam, që agjërimi është i imi, edhe unë jap shpërblimin për të. Nuk ka thënë agjërimi është i juaj dhe ju jepni shpërblimin për atë. Nëse ky adhurim është i Zotit, pra Krijuesit të gjithësisë, ti si musliman që i ftuar nëpërmjet Kuranit për të agjëruar, bujrum dhe tregoje për kushtimin tënd. Mirë, po dikush tjetër për jo muslimanëve që e kanë dëgjuar këtë urdhëresë kuranore, thotë unë duam e bë provë. Ti nuk i thu dot mos e bën provë, se ti nuk je musliman. Nuk i thu dot, se është adhurim i Zotit, nuk është i joti. E dyta, pejgamberi alayhis salam urdhën të thotë se agjëroni që të jeni të shtosh, të shnetshëm. Domethënë sot mjekësia vërteton në mënyrë jashtëzakonshme për dobitë e agjërimit. Sot ka klinika në Berlin, por jo vetëm, klinika të mirëfillta që shërojnë dhe trajtojnë sëmundje gati të pashërueshme me teknikën e agjërimit me ujë. Unë kam qenë student në Damask në 93-shin për herë të parë, kur një vit më përpara tek ne kishte ardhur për vizitë Muhammed Aliu i famshëm, boksieri i madh, dhe kishte qëndruar në vilën e në shtëpinë e kryemuftiut hoxhës son, Sheikh Ahmed Keftaru. I kishte thënë me hek të gjitha ilaçet dhe nuk kishte marrë as edhe një hap. Dhe ishte trajtuar në mikqyrën e dhënërit të tij, një doktor shumë i famshëm edhe një njeri me shumë vlera, ishte trajtuar për rreth 2 javë vetëm me agjërim me ujë. Dhe janë fotot edhe videot edhe. Dhe kur i kthehet në Amerikë, ato mjekët habiten se ç'është ky përmirësim i jashtëzakonshëm, ndërkohë që ai nuk ka konsumuar as edhe një tablet prej tabletave që ato i kanë dhënë. Që thotë se një njeri i cili e provon agjërimin, e ma pakta ka me e pa vlerën e tij në shnetën e tij. Një javë përpara Ramazanit të sivjetshëm, po dëgjoj intervistën e apo deklaratën e një mjeku italian, i cili nxjerr fletën e analizave të gjakut, që i ka bën sot, edhe thotë, këto janë analizat e mia të sotme, dhe unë do të provoj agjërimin e muslimanëve për 30 ditë. Dhe në fund të asaj periudhe do të bëj analizat për t'ju treguar se çfarë mrekullie ndodh në organizmin tim, vetëm me agjërimin. Dhe mos më thoni ai i bë musliman, jo, nuk jam bë musliman. Nuk jam musliman. Por e di fare mirë se
ky adhurim i muslimanëve ka vlera të jashtëzakonshme për organizmin dhe unë do ta veproj këtë. Thoni çfarë të doni. Po jo vetëm në krejt botën. Edhe atë natë unë po flisja për këtë, edhe imam i xhamis kthehet, pasi ishte qiu nga mexhlisi. Unë e di arsyen. Edhe më thotë që përjetova para pak momentesh një emocion të madh. Thotë 3 prej vajzave tona, të xhamis tonë, shqiptare, që kanë shoqëni me shoqet e tyre zvicerane, pra jo muslimane, na kanë bërë një surprizë shumë të madhe, thotë. Ato shoqet i kanë kërkuar dhe i kanë thënë, meqense se ju agjironi, edhe ne duam me e provu agjirimin. Dita e parë, e dytë, e tretë, dita e katërt e agjirimit, njëna prej tyre thotë duam u muslimane. Thotë edhe erdhi me krejt ato shoqet edhe e dëshmoi shahadetin përpara meje, thotë ato nisin të qanin edhe u kriju një atmosferë e mrekullueshme. Përtej kësaj, që është shumë e rëndësishme, është me vend me u tërheq vëmendjen njerëzve se adhurimet tek ne në Islam kanë të gjitha dobi të jashtëzakonshme për njeriu. E vërtetoi shkenca, mjekësia apo jo, a dikush tjetër, a nuk e vërtetoi, këta janë të vërtetuar se janë nga Zoti i gjithësisë, dhe ky Kur'an dhe kjo traditë e pejgamberit alayhi salatu wasalam janë të pandryshueshme, janë origjinale. Nuk ka fut kush durën të për me ndryshu dhe për me thanë, jo po kjo ndoshta është prek ose kjo është deviju. Janë siç kanë zbrit, të pastra, si uji i qiellit që bie, ai shiu i pastër që vetë se jep jetë. Edhe për këtë unë patjetër që i kam mirëprit dhe kam thënë që kushdo që e bën këtë, ka për shpirtin e tij, ka për veten e tij. Do të kthesh tek festa e Bajramit ose tek mënyra e festimit, duke përjashtuar Shkodrën për rrethana objektive, por në qytete të tjera, duke filluar me Tiranën, Durrësin, Elbasanin, madje në Vlorë është bërë në Pallatin e Sportit, pra ka pas një festim në mënyrë masive. Megjithatë, ajo çfarë bie në sy është edhe një lloj reagimit, sidomos në rrjetet sociale. E bëj këtë parantezë duke pas parasysh edhe fjalën tuaj ditën e Bajramit. Ceremonia e Bajramit është një festë e traditës edhe e tabanit të Shkodrës. Një lloj mënyrë, më fal që zgjas pak pyetje, sepse shpeshherë këto ceremoni ngjallin një lloj, do ta quaja kakofoniet, pra ja si thënë arabizmi apo turqizmi, osmant në Shqipëri, edhe në mënyrë pak naive, sa shqiptar mund të jetë Bajrami? Shumë e mirë është kjo pyetje dhe shumë faleminderit. Në fakt, kjo kakofonia që ju përmendni është pjesë e metjeve të periudhës komuniste, edhe është një, si të thush, dëshmi e dhunshme e metjeve të një propagande dhe një ideologjie të qthurur, e cila sistematikisht ka punu dhe ka vepru kundër fesë, kundër besimit në përgjithësi. Por nuk është vetëm kjo. Sot, islamofobia edhe osmanofobia është e dukshme dhe në rritje, sidomos në këtë kontinent ku ne jetojmë, por edhe në perëndim në veçanti, në përgjithësi. Për shembull, po më dërguan sot një video të çuditshme. Për shembull, në Torino, në Milano, në shumë qytete të Italisë ka pas iftare masive. Edhe unë dëgjoja disa prej eurodeputetëve që bërtasin më të madhe dhe ke parasysh kur njeriu domethënë del nga natyra e tij edhe shpërfytyrohet edhe në imazhin e tij, i ik nuri, i ik bukuria, tamam, që po na islamizohet Italia, po na islamizohet. Kjo frym e dekadente, për fat të keq, është përthis edhe nga shumë parti politike në vendin tonë, edhe nga qeveritë tona, në këto 35 vite, thuj, të fundit. Kjo frym, për fat të keq, përhapet gjithonej edhe nga, dhe me thënë, njerëz që ne e dim se ku pinë ujë. Uji që ata pinë është ujë moçalishtesh, nuk është ujë i pastër. Si të thush, ata nxjerrin vnerin e asaj çfarë konsumojnë. Mirë po, a duhet të bim prej e këtyre thjerrjeve? Jo. Duhet i lam në provincialitetin e tyre. Sa është Bajrami shqiptar? Është 100% shqiptar. Nëse unë jam shqiptar, edhe kretë këta njerëz që falen pas meje janë shqiptar, edhe Bajrami është shqiptar. Shqiptar është pjesë e tabanit ajo. Dhe unë nuk kam marrë sot
unë nuk jam në një sekt apo në një prej këtyre feve që sot propagandohen me të madhe që nuk ja di mas emrin, gjoja për ta shtu këtë ngjyrën edhe diversitetin e feve në vendin tonë. Hiç nuk kanë flus ka sapuni? E flus ka sapuni? Historikisht ne kemi jetu muslimanët, krishterë dhe myllët kapitulli në harmoni dhe në një diversitet të pranuar nga njëri tjetri, po me përjashtime të vogla aty këtu, ku gjithmonë ka njerëz që i bin murit me kry. Është normale kjo dhe nuk duhet me na tërheq shumë vëmendjen, por duhet me e trajtu me kujdes që mos kthehet në frym. Njësoj si kjo osmanofobia, thuj tashma islamofobia, që e shohim të përhapet sidomos nëpërmjet rrjeteve sociale nga profile anonime. Unë për shembull i falenderoj disa prej ish antarëve të këshillave bashkiake të Shkodrës, sidomos në periudhën e Partisë Demokratike, dhe disa prej eksponentëve të njoftën të Partisë Demokratike, që jetojnë këtu për rreth nesh. I falenderoj që e kanë guximin që kur ka ndonjë lajm për zhvillimin e vakëfeve të muslimanëve, ose kur ka ndonjë lajm që lidhet me ne, e kanë guximin me e nxjerr kryt nga vrima ku janë fut, edhe me e thanë vnerin e ty në hatos. Ata për mua janë shumë më të vlerësuar se sa profilet anonime. E ke parasysh? Ata unë i falenderoj. Se ndërkohë që na vinin ne për iftare, apo na vinin për festa, e na vinin për gëzime, do të thotë se na kanë ardhur në mënyrë hipokrite, se nuk po përmenden këtë Parti Socialiste, se këta e kanë ndryshe atë metodën e tyre. E në fund të fundit të dy janë njësoj. Si të thosh, janë buka një brumi. E ke parasysh, mirë por ne nuk do të ndalemi të këto episode të vogla, të cilat i kemi hedhur në koshin e neglizhencës edhe mospërfilljes, por të shohim përpara edhe do të përhapim frymën e vlerave tona kombëtare, edhe vlerave tona tradicionale islame, për të cilat jemi krenar, e të cilat i trashëgojmë me shumë dinjitet dhe krenari nga të parët tanë, edhe ju themi shpesh djemve e vajzave e të rinjve që falë Zotit i kanë të imush xhamit edhe sheshet tona në këtë vit, duke ju imponu edhe eksponentëve të politikës për t'i marrë si pika referimi. Ndoshta me atë njetin e asaj për cilë ju më pyet pak më përpara, ajo ideja i iftareve dhe këtyne dëshmimeve edhe statuseve, por gjithsesi nuk hym te kjo. Janë imponu edhe këtyne për të thanë një të vërtet të madhe, që njerëzit po kthehen bindshëm tek feja e të parëve të tyne. E në rastin tonë, feja të parëve të mi është Islami. Tek dikush tjetër është diçka tjetër. Dhe ne të respektojmë të gjithë. Do të rrim vëllezën dhe do ta mirëkuptojmë njëri tjetrin, e do ta ndihmojmë dhe përkrahim njëri tjetrin edhe larg ekstremizmave të politikës apo njerëzve që katapultohen në politik me backgroundin e fesë. Nëse hyn në politik me backgroundin e fesë për t'i bërë dëm tjetrit, në fakt po vërteton se je një ekstremist i pashemullt edhe që e keq përdor fen për numër votash. Kjo në fakt është e papranueshme, edhe e refuzueshme, dhe që ne normalisht i dim këto gjana, i regjistrojmë këto gjana, edhe dim për ta thënë fjalën tonë në vendin edhe në kohën e duhur. Në fakt, i nderuar Mifti, idealizojmë pak a shumë këtë realitetin tonë në lidhje me tolerancën dhe bashkëjetesën fetare. Duke qenë se kemi prej ekstremeve, pra për shembull në realitet tillë, për shembull në Prishtinë shtrohet iftar në Kish. Ndërkohë që këtu, si më thanë, vlojnë me pas komentet në rrjetet sociale dhe kemi këto fërkimet që poshtë janë shpeshherë të kalojnë edhe caqet. Shiko, ne duhet të llogarisim çdo realitet me çfarë përmban. Prishtina është diçka, Shkodra është diçka, Tirana është diçka tjetër. Në Kosovë, dhe të thënë, përqindja e popullatës janë 95 e më tepër musliman. Të krishterë ka më pak. Veprimi i kësaj që u përmendni, pra shtrimi një iftare në Kish, është një vepër për t'u vlerësuar, sikurse edhe kundërta. Pas raste kur hoxhallarët e Kosovës kanë bërë vepra madhështore në raport me
vëllezërit e tyre të krishterë në shqiptar në Kosovë. Tek ne është diçka tjetër. Nëse më pyet mua nëse kisha e Shkodrës do të shtronte një iftar, do shkoje? Po patjetër që do shkoja. Po patjetër që do shkoja me shumë respekt, me shumë nderim. Mirë, po a ka nevojë për këtë? Jo, nuk ka nevojë për këtë. Nuk ka nevojë për këtë. Po nëse ndodh, patjetër, sepse kjo i shërben frymës së harmonisë kombëtare. A është e egzageruar kjo thirrja apo si të thosh nxitja edhe dëshmimi në të shkruar, në të folun i harmonisë apo tolerancës ndërfetare tek ne shqiptarët? Mendoj se jo. Në thelb. Nuk po them unë për keq përdorimin e këtij termi nga klasa politike në veçanti. Këtë do ta përjashtojmë, edhe nuk kam dëshirë fare që ta përfshin në këtë komunikim. Jo. Ajo e politikës, politika është mirë me marrë me punë të veta. Politika është mirë me i ba hizmetin shërbimit në njerëzve dhe interesave të njerëzve. Edhe kur flet për fen me fol nga ky këndvështrim. Jo nga pozita e dikujt që jep mend apo bën dirigjentin që as nuk mund të jetë dhe nuk është. E për sa i përket frymës së harmonisë dhe tolerancës ndërfetare tek ne si musliman, kjo është pjesë genetike e thirrjes tonë. Domethënë, unë nuk kam nevojë me kthy kryt fare tek të parët e mi si shqiptar, po do shkoj tek pejgamberi alayhis salatu wasalam. Sa atje kam burimin. Do shkoj tek Kurani familjar, sa atje kam burimin. Dhe kur e lexoj Kur'anin dhe si trajtohen jo muslimanët në përgjithësi, të krishterët dhe jo vetëm, pasuesit e librave në veçanti të krishterët dhe jahudit, se si i ka trajtu pejgamberi alayhis salatu wasalam, se si ka bërë marrëveshje me ata, se si ka nënshkruar paktin e famshëm të Medinës, që konsiderohet kushtetuta e parë në historinë e njerëzimit, ku thotë se muslimanët e Medinës dhe jehudit e Medinës janë një popull, kur e shef këtë, ti e kupton shumë mirë se në Islam njeriu vlerësohet e para si krijesë e Zotit dhe në Islam njeriu respektohet për besimin e tij dhe nuk dhunohet për besimin e tij. Dhe kjo është taksative. Leti pastaj këtë propagandën e stisur të periudhës komuniste dhe të kësaj periudhës më të errët se sa komunizmi që ka pasu në këtë kontekst, po them prep, që të mos keq kuptohemi, që i prezanton muslimanët edhe osmanët si njerëz gjakatare, vrastare, shkatrimtare, na kanë djegë, na kanë përdhunuar, na kanë dhunuar, bla bla bla. Këto janë propaganda për të majtë të ndezun pishtarët e urrëties edhe dashakëtsisë edhe intolerancës edhe të kundërtës së harmonisë. Ndoshta në realitet, kum dinu, kum wali e din, ju keni fen tuaj dhe unë kam fen time, e ka thënë Zoti i gjithësisë para 15 shekujsh. E ka praktikuar Hazreti Muhamedi alayhi salatu wasalam para 15 shekujsh. E kanë praktikuar halifët e tij para 15 shekujsh e deri në ditët e sotme. Hazreti Omeri nuk ka hyrë në kishën e Kutsit për t'u fal, edhe pse mund të falej në te. Po asnjë problem. Thoshte që të mos vinë dikush pas me dhe të thoj, këtu është fal Omeri, hajde ta kthejmë këtë kishë në xhami, kështu me një lloj emocionalizmi, që po këtu është fal halifi jon. Edhe sot e kësaj dite, kisha xhamia Hazreti Omerit është përballë kishës së famshme të Kutsi Sharifit. Edhe sot e kësaj dite, qelsat e kishës së ringjalljes, që është kisha më e rëndësishme e krishtërimit, mahen në një familje të nderuar muslimane. Se kemi problem ne këtë. Se kemi fare problem. Tamam. Nga këtë kontekst, rryma e harmonisë edhe diversitetit fetar tek ne në Islam është garantuar, edhe nuk ka nevojë për komplekse. Mendoj se shtohen këto dozat e ndjeshmërisë kur njerëz të gabum edhe njerëz të paftuar për të folë çfarë nuk duhet në to tryeza edhe në kontekstet e kësaj teme ndërhyjnë edhe fusin hund të tyne edhe keq përdorin masat e paditura të pa informuar. Në fakt, shpeshherë në postimet tuaja, në hutbet që mbani në xhami, edhe në shkrimet tuaja, shpeshherë ajo çfarë synoni është nxjerrni, po them, Islamin nga xhamia, në kuptim figurativ, pra që të jetë pjesë e jetës së përditshme. Ndërkohë që vazhdimisht në shoqërinë tonë ndeshim dy terma që përdoren. Se thanë musliman në kuptimin musliman social, pra që ka origjinë muslimane dhe musliman praktikant. A kemi dy besimtar musliman? Megjithatë, përgjigjen tuaj do ta marrim pas një ndërprerje të shkurtër publicitare. Pak publicitet dhe rikthehemi sërish në studio.
Nderuar shikues, jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të emisionit ton, ku të ftuar kemi Imam Muhamet Sytarin. Zoti Sytari, mbyllëm pjesën e parë të emisionit me pyetjen, a ekzistojnë dy modele muslimanësh, pra, në kuptimin muslimani, po quaj social që përmendet ndonjëherë, edhe ai praktikant? Shiko, e para, unë thras me të madhe për herë që kemi nevojë që Islamin me nxjerr nga xhamit tona. Dhe këtë e them sepse Islami është fe e jetës së përditshme. Dhe më thanë, sa orë apo sa minuta të 24 orëshit kalojmë në xhami. Dhe thuj sikur një person musliman, praktikant, shkon edhe i falt 5 vaktet e ditës në xhami me xhamat. Tamam? Sa minuta janë të gjitha këto namazet së bashku? Një gjys orët? Një orë? Jo më shumë se një orë. Po nuk mundesh me thënë që feja islamet të përkufizohet në një orë nga 24 që ka dita. Po ndershmëria, po sinqeriteti në komunikim, po besa, po rujtja e amanetit, po pastërtia, po distancimi nga haramet, po me dash për tjetrin atë që don për veten tane, po me menu për tjetrin atë që don për veten tane, po me i shtrinj dorën e ndihmës atij që ka nevojë, pa e paragjykuar se ç'a është. Po kjo dhe fol pafund për cilësitë e Islamit, pra cilësitë e muslimanit e kam fjalën. Ku janë këto? Dhe të thënë, unë e thashë në ditën e Bajramit, që feja islame është sistem i plot jete, që nis nga dhoma e gjumit dhe përfundon tek marrëdhëniet ndërkombëtare në mesin e popujve edhe e racave. Ju e thash pak më përpara në pushim. Një ndër ngjarjet më të rëndësishme, dhe besoj ngjarja më e rëndësishme këtij shekulli, është pakti i vllazërisë njerëzore, që është nënshkruar nga Sheikhul Islami, pra Sheikhul Ezheri, Imam Ahmed al-Tayyib, edhe Papa Francesku. Ku? Në Gadishullin Arabik, në Abu Dhabi, në prani të dhjetra e qindra myftilerëve, ulemave të islamit, priftërinjve dhe figurave ma eminente të krishtërimit, por jo vetëm. Që do të thotë se ky islam është i urave të komunikimit. Dikush më thotë mua që ti nuk je shqiptar, po jam 24 karat shqiptar. Dhe pse jam shqiptar, këtë islam përpiqem me e than edhe me e fol në gjuhën time, edhe me iftu njerëzit në këtë fe të pastër të Zotit, me shumë dashni, edhe me shumë respekt. Dhe pse jam shqiptar dhe i njoh mirë kodet e nderit, e të besimit e të fesë tek shqiptarët, jam i gatshëm edhe me vepra e dëshmoj në çdo moment të jetës time si musliman, shpresoj i përkushtuar maksimalisht dëshirën për të mjellë të mirën dhe për të përhap të mirën, por me vullnetin e fort edhe me zero tolerancë ndaj kujdo që vlerat do në me i kthye në antivlera, edhe përpiqet me thirrje raciste, edhe me ekstremizmin e ignorancës dhe primitivizmit mesjetar, të dëshmoj të kundërtën. Unë këtë nuk e toleroj, as si musliman, as si thirrës islam, as si shqiptar. Absolutisht. Jetoj me krye të lartë, si besimtar, si shqiptar, si njeri, si krijesë e Zotit. E refuzoj të keqen, edhe e kam kurajn për të përballë me te, me shumë dëshirë për ta zhbatuar të keqen. Nga ky kontekst, unë i ftoj njerëzit që islamin me jetu në jetën e tyre të përditshme. A ka përplasje ndërmjet frymës së, domethënë praktikës së islamit, edhe atij islamit të trashëguar thjesht jam musliman se babën e kam pas musliman, apo unë nuk them se ka përplasje, por janë dy realitete të ndryshme. Janë dy realitete. Përplasje jo, realitete po. Po, sepse ka jo pak që thonë është pak e rëndë, pra në kuptimin që të ndjekësh sistemin e faljeve, pra namazeve. Është pak e rëndë. Sa po përfunduam Ramazanin, se thënë me një nuk krejt mujin. Shiko, ka një ajet kuranor të madhnueshëm që thotë fattaqullaha mastata'tum. Do të thënë përkushtoni ndaj Allahut me sa të keni mundësi. Ai që thotë se është shumë e rëndë, ai në fakt nuk ka vullnetin për të praktikuar as më të lehtën e asaj që e gjuan të rëndë. Kjo është diferenca. Do të thënë,
ti si individ musliman, dikush si individ musliman, me falë, që i duket e ranë me falë 5 vakte në ditë, e ta falin sabahun, ta nisin me sabahun, ja ku am mjekra eme dhe unë po ja fetvan, nise me sabahun. Ai që thotë që agjërimi i Ramazanit është i ranë 30 ditë, po nise me ditën e parë. Po problemi është se nuk e nis as me ditën e parë. Problemi është se më nal mu në rrugë në ditën e agjërimit me cingare dhe e msheh dhe hedh në tokë. Po pse po msheh ti atë? Ti je duke e prish agjërimin në mënyrë demonstrative. Tamam? Unë kam dhemshuri për këtë soi, por nuk i paragjykoj unë atë. Nuk i paragjykoj, sepse e di se thellë në zemrën e tij edhe e din se po bën një gjuna dhe po bën gabim. Mirë po, mos hajde me më thanë se kjo është e ranë, ose ky nuk është islami tolerant, ne jemi të islamit tolerant. Ç'do të thotë islami tolerant? Ç'do të thotë islami tolerant? Me i ramohit shtyllave? Ç'është është islami tolerant? Me hek kufit? Ka sot një thirrje të djallëzuar për me hek kufit. Kjo thirrje e këtij sekti të shoqërive të hapura. Pa kufi. Ç'do thotë pa kufi? Dhe më thanë kretë të përzim. Apo kretë të përzim ashtu, këse kretë jemi njësoj, kretë jemi të barabartë, jo nuk jemi kretë njësoj, nuk jemi kretë të barabartë. Se dolë në shtek për e kisha nërmend t'ju bëja edhe një pyetje tjetër, ndjes për të vijuar pikërisht këtë linjë diskutimi. Disa ditë më përpara, pikërisht kur The Guardian poston një prej opinioneve të një prej analistëve britanik që mbështet idetë e majta, dhe që quhen se thanë kuptimin festimet që zhvilloheshin ditët e fundit të Ramazanit, por normalisht mund përfshim edhe festin e Bajramit, si atavizmat e mbrojtjes ashtu siç po ikin koha strukturës familjes, ashtu do t'i ikin koha dhe besimit. Pra, një lloj mënyre e shohin që bashkë me besimin ose bashkë me shprishjen e familjes, një lloj mënyre, pra thash e quajnë si një prej strukturave cilat mban mbërthyra dhe nuk e lën të hapet shoqërinë. I dashur, përderisa lexohet Kurani, përderisa lexohet Bibla, përderisa lexohen të quajturët librat e shenjtë, përderisa ligjërohet në xhami, përderisa ligjërohet në kisha, përderisa njerëzit thrasin drejt asaj që Zoti e ka vendosur si natyrë të jetës njerëzore, Hazreti Ademi, Hazreti Adem, Hazreti Havai, Hazreti Hava, familja, besimi, besim. Kretë këto thirrje janë thirrje momentale. Ju të bëj një pyetje. A të kujtohet ajo zhurma e madhe për një roman të dobët të një autori iranian, çfarë është ai në Londër? Të kujtohet zhurma për atë një roman shumë i dobët. Unë kam lexuar atë në gjuhën italiane para shumë vitesh, e pastaj më kanë thënë se abutur në shqip nuk e kam marrë për me humb kohën. Apo bëhet herë një debat satanike të apo bëhet herë një debat shumë i madh më duket edhe në një prej mediave të Tiranës. Humje kohët. Ku është sot ai libri? Ku është sot ai djali i ri që e dogji vedin, që dolin Suedi dhe dogji Kur'anin? Kur'ani vazhdon të lexohet. Është libri sot më i lexuar në botë. Është libri më i kërkuar në glob sot. Dhe kur them Kur'ani, unë them të gjithë librat e shenjtë. Përfshin Biblën, Teuratin, Kretman, Injilin, Kret. Se i përfshin ai Kret ato. Nuk e them ti për fanatizëm, se Kur'ani, librat e shenjtë, fjala e Zotit. Që do të thotë si njeriu e ka vullnetin për herë, edhe e ka dëshirën për herë me shku pas dritës së Zotit. Se e din shumë mirë mbrana thelbit të qenies së tij, se ka nevojë për dritën e Zotit. Dhe se këto thirrje fluturake, edhe këto thirrje të sponsorizuara për agenda të dikujt që krijon fluska her pas here, janë momentale. Këto nuk janë rezistente ndaj kohës. Nuk janë rezistente ndaj kohës. Kam lexuar në libra të hershëm, në revizat të hershme, sa propaganda është bërë kundër Kur'anit e kundër pejgamberit tonë alayhis salam. Sa libra, sa institute, sa miliona e miliona janë investuar nga shkolla të ndryshme të orientalizmit në botë, thuj në 2-3 shekujt e fundit, jo ma tepër, për të sulmu islamin, për të denigru imazhin e islamit, për të denigru figurën e personalitetin e Hazreti Muhamedit alayhi salatu wasalam. Ku janë ato sot?
janë harru. Fluska, të pavlefshme, teza, të cilat kanë raposht, madje janë hedhë poshtë në shumicën e rasteve nga jo musliman, nga intelektualit dhe studiues jo musliman. Pa le të ishim marrë ne me ato. Si me marrë fare, dhe nuk ka pse me u marrë me ato. Pse? Janë fluska sapunit. Sa do të bukura dhe vezulluese në fillim ato janë krejt pavlera. Kurani vazhdon të lexohet, vazhdon të kërkohet, vazhdon të përkthehet, vazhdon të ketë një përkujdesje maksimale të jashtëzakonshme ndaj tij dhe të përhapet në mënyrë të jashtëzakonshme gjithandaj. Po ky Kur'an, po ky Islam, po jeta e pejgamberit alayhis salatu wasalam, po imazhi i tij, po mesazhet e tij për të dëshmuar ajo që na thonin imamet edhe prinsit tan këtu e dekada më përpara, se ky shekull i dashur është shekulli i Islamit. E që do të thotë se ky shekull është shekull i paqes. E është shekull i njeriut. E është shekull i triumfit të vlerave të besimit, të vlerave të natyrës së pasur njerëzore. Jo shekull i fanatizmit, e i sektarizmave, e i luftrave, e i shkatërimit. Këto janë momentale. Po ti mund të thush, po jemi në qerekun e parë të shekullit. Shekulli është don edhe 3 herë kaq. Madje ndonjëherë na japin edhe disa prognoza të frikshme, sidomos me realitetin e inteligjencës artificiale. Po të lexojmë sidomos këto që janë jo vetëm ndërtuesit e saj, pra të cilët për shembull Bill Gates jo më larg se sa 4 ditë më përpara thonte që brenda 10 vitesh më shumë se gjysma e banorëve të planetit do të jenë të panevojshëm. Apo një filozof që shkruan Homo technologicus që pikërisht se thënë do të kthehet dobishmit edhe të pa dobishmit e planetit. Pra kemi gati një lloj, se thënë nëse i marrim një term prej librave të shenjtë, pra gati se thënë paralajmëron fundin e botës ose fundin e njerëzimit. Jo, nuk e mendoj. Gati se thënë paktën në disa mbrezat e ri, gati po krijohet një model i ri i llojtarie. Ndoshta e përdori e egzagjeroj me këtë term po. Shumë interesante. Jo, e para mund të them disa janë këto shenjat e kiametit. Unë them që shenjat e vogla nuk janë sos akoma, pa le shenjat e mëdha. Jo, jemi larg kiametit i dashur. Ka shumë njeriu për t'i vërtetuar sojit e tij se kret ky rrugtim. Sidomos ai që domethënë nxitet nga e keqja dhe i shërben agjendave të skeqes absolute në botë. Është rrugtim i verbër që shpihet në Homer dhe në shkatrim. E pa u përmirësu ky rrugtimi është shumë i gjatë. Ka një jetë kuranor i cili më lidh gjithsesi me kujtimin e emigrimit të pejgamberit alayhis salatu wasalam. Dhe hajde ta vendosim këtë paksa në kallepet e kësaj pyetje, shumë të rëndësishme këtij lloji diskutimi. Domethënë, paria mekkase ngrihen dhe diskutojnë se si të veprojnë me fenomenin e Hazreti Muhamedit alayhis salam. Fenomen tashmë. Njerëzit po kthehen masivisht në Islam, po përshafojnë një fe që nuk ka shpeja e tyre kështu më radh. Thonë ta dëbojmë, thonë ta syrgjynosim, thonë ta vrasim. Çfarë thotë Allahu? Wa yamkurun, wa yamkurullah. Wallahu khairul makirin. Ata komplotojnë dhe Allahu i prish komplotet e tyre. Se Allahu më së miri i prish komplotet e atyre që punojnë për të keqen. Me një përshtatje të lehtë kështu në gjuhën tonë të bukur. Ndërkohë që që do të thotë se Allah Azza wa Jall nuk e lën njerëzimin me rrshit drejt agjendave të shejtanit të mallkum. Absolutisht. Lejsa aleke sultanun, ti nuk ke asnjë lloj pushteti ndaj atyre që kanë besuar dhe mbështeten në Zotin e tyre. Që kanë besuar, pra që e njohin Zotin, që e besojnë atë dhe që mbështeten në Zotin e tyre, pra që veprojnë dhe punojnë ditë natë sipas dritës së udhëzimit të Zotit të tyre, edhe në teknologji, edhe në politik, edhe në ekonomi, edhe në kulturë, në çdo fushë të jetës. Islami që unë them me nxjerrë jashtë nga xhamit. Në fakt do të kthehemi në fund, me që jemi në minutat e fundit të emisionit, do të kthehemi tek xhamit gjatë të periudhës së Ramazanit. Ajo çfarë më ka bërë përshtypje është që
Xhamati që mbizotron, pra njerëzit që mbizotrojnë në të faljen e teravisë janë kryesisht të rinjt. Patjetër që ka një dyndje të madhe të rinisë, në këtë e kemi thënë, e themi për vitesh i dashur, kjo dëshmohet vit pas viti me numra edhe më të mëdhenj. Nuk qëndron ato rreshtat tradicional, padyshim edhe mosha ka atë, por vazhdimisht për shembull shumë kush mban mend që sidomos në 4-5 ditët e fundit, tek xhamia Parrucës ka pasur jo pak që janë falë edhe jashtë. Jashtë, patjetër. E para punës po ndryshon brezi. Edhe, dhe me thanë, brezi i babalarve nuk ashtë ma. Baba jem nuk ashtë ma, agja jem nuk ashtë ma. Shoqënia e tyne që dikur ishin rresht të parë në namaz e sabahut nuk janë ma. Vendet e tyne nuk janë ma bosh. Kjo është e rëndësishme. Vendet e tyne nuk janë ma bosh. Madje, ata janë largu duke lanë vendet bosh në xhami. Sot vendet e tyne po se vendsohen dhe nuk po ngelet ma vend bosh në xhami. Kjo është shumë e rëndësishme për të thënë dhe për të tërhequr mendet drejt saj. Që do të thotë se kjo fe është fe e gjallë. Por që do të thotë mit të gjitha se nevoja e njeriut dhe nevoja e rinisë në veçanti që përballet sot me përpjekjet e disa sistemeve dekadente që e shkatrojnë rinin, ja vjedhin kohën, ja vjedhin vitalitetin, pra gjallënin, ja vjedhin vullnetin, dojnë për mi ja vjedh, dhe me thanë, me e zhvesh nga kret ajo shenjtëri me cilën Zoti i ka vesh, nevoja tyne për të kthyer nga Zoti është më e madhe se sa asnjëherë tjetër. E që do të thotë se prezenca e të rive në xhami është një augur i mirë për kombin, për vlerat e islamit, për vlerat e besimit në përgjithësi, për qytetarinë tonë. Dhe me thanë, sa më shumë që shtohet numri i besimtarëve e i praktikantëve në qytetin tonë, musliman qofshin ajo, do të thotë se ka më shumë garanci për dominimin e vlerave të besimit në realitetet tona të përditshme. Që do të thotë, ka më shumë garanci për të mos u dëshmuar korrupsioni, vjedhjet, krimi, bimet narkotike, haramet, sjelljet e papëlqyeshme. Ka më shumë garanci për të përhapur dhe për të dëshmuar morali, vlerat e familjes, qytetaria, mirësjellja, mirëkuptimi, dashamirësia në mesin e njerëzve, harmonia në mesin e besimtarëve të feve të ndryshme, siç e dëshmojmë shpeshherë me takimet të ndërsjellta në objektet tona të kultit. Sa e sa grupe të krishterë të rinj nga vendi dhe jashtë vinë gjatë periudhës së verës për të na vizituar, i mirëpresim ata, ju flasim atyne për vlerat tona të përbashkëta, kemi foto të përbashkëta, kemi video të përbashkëta, kemi mesazhe të përbashkëta. Sa takime dhe organizime që kemi zhvilluar me dy kishat kryesore të qytetit, atë katolike dhe atë ortodokse, ndër vite, kundër imoralitetit, kundër drogës, kundër veseve, kundër. Që do të thotë se përpjekja për ta marrë dritën e Zotit të ndezur në këtë shoqëni është një xhihad shumë i rëndësishëm nga të gjithë ata që përpiqen në këtë rrugë. Dhe patjetër se kush përpiqet për ta marrë dritën e Zotit të ndezur, është i bekuar tek Zoti i tij dhe ka mirësinë dhe bekimet e tij dhe marrësinë e tij në jetën e tij të përditshme. A kemi nevojë ne për xhami të reja? Ndoshta kjo është një pyetje të cilën unë e përsëris edhe e them edhe nga mimberi i xhamisë së Parrucës, por jo vetëm. Sot me bindjen time absolute them se nëse na jepet mundësia dhe unë po punoj fort për këtë, xhamia e parë që do ta kisha hedhur në tokë është xhamia e Parrucës, që tashmë është një xhami shumë e vogël për nevojat e qytetarëve musliman të Shkodrës. Kemi një vakëp shumë të madh aty, i cili mund të shfrytëzohet me një studim të mirëfillt të një arkitekti që e njeh edhe shpirtin e arkitekturës islame dhe osmane dhe shkodrane, pra qytetare shqiptare, dhe që është në bashkëpunim me institucionin tonë, për të krijuar modelin e një xhamie bashkohore që i shërben rinisë jo thjesht për të vënë kryt në sejdë, po edhe për të konsumuar një kafe, edhe për të lexuar një libër, edhe për të pas një sallë ku don të relaksohet apo të shqetësohet jashtë ambienteve të xhamisë. Po të ketë një sallë që vajzat e reja ju shërbehet aty për nevojat e tyne, për një mezhlis diturnor,
për një orë leximi, për një bibliotekë sa do të vogël e kështu me radhë. Kemi nevojë patjetër që ne më ndryshu edhe mënyrën se si i shikojmë xhamit. Ajo është një xhami shumë e bukur, por që i ka kalu koha. Xhamia Ebu Bekër është një xhami shumë e rëndësishme, por i ka kalu koha, duhet hedhë në tokë, dhe duhet ripërpunu, duhet të ringrit në kam sipas nevojave të atyre që po vinë, jo thjesht të nevojave të 10 personave dhe një imami që dënë për me ba një ders apo dënë me majt një hutbë xhumajet. 20 persona, 50 dhe 100. Jo, kjo është diçka me shiku këtu edhe jo më larg se sa cepi tjetër ku unë jam ul. Kemi nevojë që disa prej xhamive, aty ku kemi mundësinë, me shiku në mënyrë urgjente transformimin e tyre në qendra të mirëfillta të fëmijëve tanë që po vinë. Që është gjunahi i Zotit që ata të trashëgojnë nga ne këto xhami që kemi sot. Ne duhet punojmë për brezin e këtu e 50 viteve, e këtu e në fund të shekullit, në mënyrë që xhamit e Shkodrës, e xhamit e këtij vendi të jenë të denja për të përballur me sfidat e të nesërmes, jo të sotmes. Në përballje me sfidat e të sotmes, ne e kemi humbur garen e dashur. E kemi humbur sfidën. Dhe e pranojmë këtë publikisht. Dhe argumenti më i mirë është se në shumë raste ditëve të xhuma, po them Bajramin, se Bajrami nuk llogaritet fare, ditëve të xhuma ose shumë prej netëve të Ramazanit, xhamit tona, një pjesë e mirë e tyre janë të pamujtuna për të kryer namazi nga të gjithë njerëzit. Falen jashtë. Unë isha për ceremoninë e Fitr Bajramit në xhaminë e Parrucës. Njerëz kishte jashtë më shumë se sa mran, po binte edhe shi. Ne po afroheshim dhe i thoja imami që thuj të afrohen paksa, po sa të afrohen? Dikush bërtis aty, mos e nisi se ka shumë njerëz jashtë. Ç'a të bëjmë? Ndoshta mund ta kishim praktiku atë që e bajnë disa prej vëllezërve të mi në disa prej qendrave të perëndimit. Me e fal Bajramin 2 herë, ose me fal edhe xhuman 2 herë, siç ndodh në shumë xhami të botës. Në këtë kontekst po them, shembulli më i mirë në këtë është zgjanimi i Çabës së Mëndshme. Edhe ja vëm pikën kësaj. Zgjanimi i xhamisë së pejgamberit alayhisalatu wasalam. Nga një xhami përdhese në një kryevepër të arkitekturës islame. Çabja e Mëndshme sot po lexoja disa statistika, vetëm me hapjen e pjesës së tretë të zgjanimit të saj, i është lehtësuar mbi 1 milion e 100 sa mijë personave me kry ritualet e umrës edhe faljen e teravih dhe namazeve ditore gjatë periudhës së Ramazanit. Po din që dhe me thanë me kriju frymëmarrje për 1 milion e sa njerëz. Dhe me thanë me kriju një ambient, një xhami për krejt banorët e Shqipërisë, po thuajse. Edhe këtu them si është shumë e rëndësishme me pa edhe me u përqendru edhe me u lutë Allahut Azza wa Jall për marrësi dhe bekim. Duke respektu kontributin e gjithkujt përpara nesh dhe duke e vendosur në pjedestalin më të lartë të mirënjohjes edhe respektit, por Hazreti Ibrahimi alayhis salam që e ka ndërtuar Çabën e vogël, do të përmendet deri në ditën e Kiametit. Dhe nuk i humbet ajo vlera e ndërtimit dhe vlera e kontributit, edhe pse Çabja sot është qindra mijëra herë më e madhe dhe më pompoze sa Çabja e bekuar e Hazreti Ibrahimit dhe Hazreti Ismailit alayhis salam. I nderuar zoti Sitari, ishte kënaqësi që u kishim sonte në studion. Shumë faleminderit. Të nderuar shikues, ky ishte emisioni jon në personte bashkë natën e mirë. Shumë faleminderit. Kënaqësi.